Territori i vendit gjendet në ndikimin e një vale të përforcuar të nxehtit afrikan që ka kushtëzuar të kemi temperatura të larta të ajrit. Pikërisht për këtë, i gjithë territori i Maqedonisë së Veriut gjendet në fazën e verë të alarmit. Megjithatë, sipas Meteo Alarm, nuk do të ketë mot të nxehtë ekstrem. Temperaturat do të ngjiten në intervalin deri në 38 gradë Celsius. Por, për shkak të nxehjes tej mase të atmosferës, në orët e pasdites lokalisht shënohet moti lik dhe jo stabiliteti i theksuar me rreshtet e shiut e breshrit, stuhi të fuqishme dhe shkarkime elektrike. Kësaj në bazë të pamjeve të publikuara në rrjetet sociale, një mot i rrëmbyeshëm i shoqëruar me rreshje të dendura shiu dhe erra të fuqishme ka përfshirë djegostivarin në orët e vona të pasdites duke shkaktuar probleme në disa akse rrugore. Sipas pamjeve të publikuara, një pemë e rrëzuar kishte bllokuar përkohësisht qarkullimin në rrugën Çegran-Tumçevisht. Falë ndërhyrjes së menjëhershme të kalimtarëve, rruga është bërë e kalueshme për automjetet. Moti i lik dhe jo stabil është shënuar edhe në disa rajone të vendit. Pamjet që po i shihni janë nga rajoni i Manastirit, atje ku rreshtet e rrëmbyeshme të shiut kishin shkaktuar telashe në qarkullimin rrugor. Autoritetet u bën thirrje qytetarëve që përveç kujdesit të mos ekspozimit në temperaturat e larta e të konsumojnë sa më shumë lëngje, të tregojnë kujdes të shtuar gjatë motit të lik, sidomos gjatë lëvizjes, pasi moti i paqëndrueshëm mund të shkaktojë rreziqe të tjera në komunikacion dhe mund të rrezikojë jetën e qytetarëve.